Mirëdita. Zgjedhjet e 25 majit, zgjedhjet e 11 majit u diktuan që të gjitha nga krimi, bandat kriminale të qeverisë ishin aktive në 10 qarqe të Shqipërisë, në 20 bashki të vendit, dhe ato patronuan 30 deputet të mazhorancës kriminale. Skenat që ju pat në Vorë, ku banda e Xhabaftit diktoi në mënyrë të dhunshme vullnetin e qytetarëve të Vorës, në të cilat zgjedhje kryebanditi Blendi Xhabafti mori vota 10 herë më shumë se kandidati i dytë në lista. Kuptoni vetë se si janë zhvilluar zgjedhjet. Por skena si Vora ishin të zakonshme në një seri qarqesh dhe bashkisë të tjera: Durrës, Peshkopi, Elbasan, Fier dhe zona të tjera. Pra, në çdo aspekt, këto ishin zgjedhjet më të grabitura, më të plaçkitura dhe më të dhunuara në tërë historinë elektorale të Shqipërisë pluraliste. Kur ndonjëherë bandat nuk kanë prunë kaq shumë përfaqësues të tyre në parlamentin shqiptar sa në këtë parlament. Nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Mund të them ju se rreth të Durrësit bandat punonin për deputet të veçantë. Tjetër Balla, tjetër Dyrmishi, tjetër ky, tjetër ai. Dhe jo më pak në Elbasan kjo skemë. Po kështu në Fier, Mallakastër. Pra, këto ishin zgjedhje që u sunduan si asnjëherë më parë nga vrasës, serial killer, trafikant, dhunues, përdhunues. Zgjedhjet e 11 majit u karakterizuan nga blerja publike më masive në tërë historinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Zarfi me 100 euro i dërguar në mes fushatës elektorale dhe amnistia prej 200 milion euro gjoba dhe kamata
nga viti 2015 dhe në vitin 2025 është blerja publike më fuqishme që ka ndodhur në historinë e vendit. Dhjetra mijëra hektar kanabis që u dhanë licencat për të mbjellë. Çdo bim kanabis me prodhim fitimi 1.000 euro ka qenë është përllogaritur për blerje votash në mënyrën më të pamëshirë. Punësimi, punë për votë, u aplikua masivisht në këto zgjedhje. Sistemi patronazhistëve, kriminali patronazhistëve, i futur në strofulla, ose rreth qendrës votimit, ishte një polici terroriste ndaj zgjedhësve shqiptar. 2 drejtuesit më të lartë të shërbimit informativ kombëtar, zëvendës të drejtores, u morën një javë të para me të gjithë regjistrat e rrjetit agjenturor të sigurimit të shtetit dhe aktivizuan atë për karrigën e Edi Ramës duke shkel ligj dhe çdo gjë. Ne po evidentojmë me shumë përgjegjësi krimin elektoral. Ky krim është po kaq monstruoz në diasporë. Ju e morët vesh, besoj, e morët vesh, se si në kutinë e Beratit për diasporën dilte Partia Socialiste 99.6%. Pra, kemi të bëjmë me Korenë e Veriut. Kjo është e vërteta. Në qoftë se nga Greqia ardhja me postë të zakonshëm çdo ditë para se Famziu, kriminali Balla, të shkonte me ordhit e patronazhistëve në Greqi, ishte 1.500, 1.000, 1.300 zarfa. Pas dërgimit të kriminal Ballës në Greqi, çdo ditë kanë ardhur 6.000 zarfa, të gjitha të manipuluara. Ju besoj se po i ndiqni numërimit e votave të diasporës, se si ato janë të gjitha me shenjat më të sigurta të falsitetit dhe manipulimit. Thirrja ime është kjo, për të gjithë komisionerët që po bëjnë punë me vetmohim, të numërojnë çdo votë në dëshmi të respektit ton të palkundur.